Përshëndetje me shtë emisioni 05 dhe për ju të televizionit Festina. Shpresoj se jeni duke kaluar një mbrëmje të këndshme dhe si gjarë tjetër tashme një falenderimi veçantë ndaj sponsorëve që mundëson realizimin e emisionit ton. E ata janë Bas Market, Mobleria Vladi, Nenos Pizza, Ex-Coinsmi, Al Production, Emi Bio Shampoo dhe Butiku Mesa, i cili përkujdeset në çdo emision për dukjen time. Dhe pa humbur kohë tashmë vazhdojmë me informacionin e parë që kam vendosur ta ndaj me ju. Nil B sjell këngën e re. Reperi i njohur kosovar Nil B gjatë javë ka sjellur një këngë të re. Kësaj radhe Nili erdhi me solo projekt dhe kënga mban titullin Luti. Vlen cekët se kënga është realizuar edhe me një super videoklip. Rruga m'ka po si ushtar, ty t'kom prita ndër me mardh. Nuk kom dash më n'gjezi me zbar se vesh qa ty. Monika Saliu po punon për këngën e re. Burimet e emisionin 05 gjashtë jave kanë mësuar se këngëtarja e njohur kosovare Monika Saliu është duke punuar fuqishëm në studio për një këngë të re. E po ashtu mësuam se kënga do jetë e publikuar së shpejti. Mato Lale sjell këngën e re. Artisti i njohur Mato Lale gjatë jave ka sjellur një këngë të re. Vaçe Zela mban titullin Kënga më e re nga Mato, e cila padyshim se është realizuar edhe në mënyrë vizuale. Kënga u pret shumë mirë nga audienca e artistit. Hala menoj të kujva se mu m'kapin. Hajde kebabi, yeah. Melinda Ademi dhe Finem sjellin këngën e re. Dy emrat më të pëlqyer kohëve të fundit në vendin tonë, Melinda Ademi dhe Finem janë bërë bashkë për të sjellur një këngë të re. Alkohol mban titullin Kënga më e re nga këta dy super artistë dhe numëron miliona klikime në kanalin YouTube. Kënga padyshim se është edhe me videoklip ku Melinda u shfaq mjaft seksi. Tregom tani qa kamet, Po si ti nuk më i me gjet. Me shtë emisionin 05 tashmë do flasim edhe për një këngë të re. Edona Lalloshi sjell këngën e re. Deri kur mban titullin Kënga më e re nga këngëtarja e njohur kosovare Edona Lalloshi, e cila erdhi me një mesazh. Pra, deri kur mban titullin Kënga më e re nga Edona, të cilin do e ndjekim në vazhdim. tu i tham tu, vetme dhe e kam lu. Deri kur Vlona Boshnjaku sjell këngën e re. Skenës tonë muzikore këtë javë ju shtua edhe një artiste vërtet e talentuar. Është fjala për këngëtaren Vlona Boshnjaku, e cila së fundmi ka sjellur këngën e saj të parë. Ideali mban titullin Kënga e parë nga Vlona, e cila erdhi e realizuar edhe në mënyrë vizuale. gjithçka ka kuptim, kur je në krahun tim, me ty zemra jeton. Me shtë emisionin 05 ishin këto informacionet që kam vendosur t'i ndaj me ju, dhe tashmë me njëherë pas bllokut të marketingut keni rast të ndeshni pjesën e terrenit ku dham shpërblime nga Emi Bio Shampoo dhe Bas Market.